U zhvillua sot mbledhja e Senatit Akademik në Universitetin Luiq Gorakuqi. Gjatë kësaj mbledhje rektori Gjuraj bëri të ditur kërkesa që ka paraqitur gjatë takimit ku Universiteti i Shkodrës ishte i ftuar në seancën dëgjimore për projekt buxhetin 2026, ndër kërkesat kryesore të paraqitura ishin rritja e grantit të mësimdhënies, si edhe kalimi në pronësinë i një prej godinave të shpitalit. Natyrisht janë një sër kërkesash që i kemi dorëzuar zyrtarisht atë ditë dhe unë kam patë mundësinë edhe ti elaboroj. Spari e rritja grantit të mësimdhënies, pra ne kemi kërkuar 700 milion nga 629 që ka qenë vjet. Kam përforcuar kërkesën që Ministria e Arsimit të negociojë me Ministrinë e Financave, me qeverinë shqiptare që një prej dy godinave, ose godina ish sanatoriumit, edhe një herë theksoj, ose godina ish spitalit psikiatrik, t'i kaloj në pronësi Universitetit të Shkodrës Luiq Gorakuqi. Gjuraj u ndalë dhe tek akreditimet e programeve të reja. Ne tashmë kemi nisë procesin e akreditimit të programeve. Janë 3 programe që strehohen tek Fakulteti i Shkencave të Edukimit, që ka nisë procesin e akreditimit dhe kemi aplikuar për akreditimin e të gjitha programet studimit në këtë universitet. 39 programe studimit. Ndërsa në këtë mbledhje u bë dhe miratimin disa programeve të reja për vitin e ri akademik 2026-2027. Ne sot do të diskutojmë dhe do të miratojmë programet e reja në të 3 ciklet e studimit që kanë sjellë departamentet dhe qendrat, pra njësitë bazë, janë disa programe që unë besoj e zgjerojnë në mënyrë domethënë se ofertën akademike për maturantët për vitin 2026-2027. Ndërkohë gjatë mbledhjes së Senatit u bë ditur si i ftuar në ditën e alfabetit. Këtë të shtunë do të jetë i pranishëm në Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi, presidenti i Republikës Bajram Begaj.